Territori i Kosovës për datën 2 korrik do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime të shumta gjatë paradites, ndërsa në pasdite priten vranësira kalimtare në disa zona kodrinore me mundësi për rreshje lokale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 7 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 12 deri në 27 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 26 gradë. Skënderaj 12 deri në 25 gradë Celsius. Pej 13 deri në 27 gradë. Prishtinë 12 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov 13 deri në 27 gradë. Malishev 13 deri në 26 gradë. Gjilan 12 deri në 27 gradë. Ferizaj 12 deri në 27 gradë Celsius. Kaçanik 13 deri në 26 gradë Celsius. Suhare 14 deri në 26 gradë. Prizren 13 deri në 27 gradë Celsius.